Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, thumma amma ba'du. Falenderojmë Allahun, krijuesin e gjithësisë, vetëm atë falenderojmë dhe vetëm prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Salavatet, selamet, përshëndetjet më të ngrohta i dërgojmë Muhamedit alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij dhe mbi ata cilët e pasuan, pasojnë dhe do ta pasojnë rrugën e Resulullahut deri në ditën e Kiametit. Të nderuar dhe të respektuar shikues, vëllezër dhe motra. Kaptinat të cilat i kemi komentuar në verzion të shkurtër nga surja El-Fatiha deri tek surja El-Maide, të gjitha kanë zbritur në Medinë, të cilat sure si tematik kanë parashtru rregulla, dispozita, urdhëra, ndalesa dhe kështu me radhë. Ju kujtohet se në surën El-Baqara kemi mësuar se si të i dorëzohemi ligjeve të Allahut subhanahu wa taala. Në surën Ali Imran kemi mësuar se si të praktikojmë këto ligje, këto dispozita në surën El-Baqara, në surën Ali Imran dhe si të përqendrohemi në këto dispozita, duke kundërshtue kujtit dhe epshet dhe duke u përballë me dyshimet. Në surën En-Nisa kemi mësu se si me qenë i drejtë, me të dobtit, mëshirë, me gratë, të drejtat e grave, si ndahet pasuria, trashëgimia mesin e fëmijëve, vajzave, mesin e familjarëve dhe kështu me radhë. Ndërsa në surën El-Maide kemi kuptu dhe kemi mësuar se Allahu azza wa jalla plotësoi dinin e vet. Dhe e zbriti ajetin mu në këtë sure, El-yawma akmaltu lakum dinakum. Sot unë juve ju plotësova dinin, Islamin. Lutim Allahun azza wa jalla që Allahu na mundsoj me kuptu këtë fe, me kuptu Islamin dhe me ndjek rrugën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam përderisa gjendemi në muajin e bekuar të Ramazanit, këto nedë dhe këto ditë të mëdha, mos të harrojmë që të bëjmë dua në prag të iftarit, e dua në syfyr, duke kërkuar nga Allahu subhanahu wa taala që Allah të na mundsoj me hyrë në din tërësisht, me përqafuar dinin Allahut subhanahu wa taala dhe duke lutur Allahun që Allah më na mundsoj me kuptu këtë fe, ashtu siç e kanë kuptuar të parët tanë sahabët, tabeinët edhe etba'ut tabein. Të nderuar shikues, Suratul An'am, surja e bagëtive. Arabët në kohën e Muhamedit alayhi salatu wassalam, arabët e parë e së kaluarës, jeta e tyre, kretja jeta e tyre ka qenë e bazuar në bagëti, ushqimi, pija si qumshti, veshja, shatorët e tyre kanë qenë nga lëkura e kafshëve. Me kafsht e tyre kanë udhëtu në për tokë, përveç që i shfrytëzonin kafsht e tyre si mjet udhëtimi, ata i edhe adhuronin përveç Allahut subhanahu wa taala, duke i therr kafsht e tyre për zotat e tyre, për putat e tyre, për statuja dhe duke afru me gjakun e tyre tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe pse mushrikinët në kohën e Muhamedit alayhi salatu wasalam, ata besonin që Allahu është krijuesi i gjithësisë, krijuesi i tokave dhe qiejve, besonin në tauhidin rububie, por e shoqëronin Allahun, i bënin shirk Allahut në tauhidin uluhie, në ibadet, në adhurim, adhuronin dikon tjetër përveç Allahut krijuesit gjithësisë. Dhe mu për këtë arsye dhe për këtë qëllim Allahu subhanahu wa taala këtë sure e ka zbrit në emrin e bagëtive të tyre në Medinë. Kjo sure ka zbrit faktikisht kjo sure ka zbrit në Mekke. Në Mekke 165 ajete kuranore dhe ka zbritur për një herë mbrenda natës. Sepse nata është e qetë, qetësohen sendet, njeriu largohet prej ballafaqimeve kësaj dynjaje. Natën qetësohet, flen, pushon, mediton. Dhe më për këtë arsye kjo sure ka zbrit natën, sepse është sure që është respektivisht çështja e tauhidit, besimit në Allahun subhanahu wa taala, dhe ka zbritur me njëherë
dhe ka zbritur për një herë me 165 ajete kuranore brenda natës pejgamberit alayhissalatu wassalam, jo sikur kaptina apo sure tjera që kanë zbritur pjesë varësisht prej dispozitave dhe urdhnave apo ndalesave. Kjo sure ka zbritur për një herë, sepse tematika e kësaj sure dallon prej tematikave sureve tjera, respektivisht është çështja e tauhidit, në besimin ndaj Allahut subhanahu wa taala. Për këtë arsye ka zbritur me një herë mrena natës. Se natën meditohen senet. Natën është qetësia për me kuptu që Allahu është fuqiplot, për me kuptu, me meditu në krijimtarinë e Allahut, në tokën, në qijet dhe çfarë ka krijuar Allahu subhanahu wa taala. Këtë sura Allahu xhalla xhelaluhu ju argumentohet mushrikinëve se Allahut i takon ringjallja, Allahut i takon vdekja, ai do i ringjall nesër, xheneti, xhehenemi. Allahu në këtë sure sjell argumente për t'i shkatruar besimin e tyre që kishin, domethënë ndaj putave tyre, ndaj statujeve të cilet i adhuronin përveç apo përpos Allahut subhanahu wa taala. Vëllezër, thot Ibn Abbasi radiallahu anhu, Allahu qoftë i kënaqur prej tij dhe për gjithë shokëve të tij, thot unzilet suratul An'am bi Mekkete ma'aha mawkibun min al-malaika. Surja Al-An'am u shpall në Mekë e shoqëruar nga një numër shumë i madh i melaqeve. Ma bejne semai wal ardh, hapësir midis tokës dhe qiellit, derisa është dridhë dhe toka kur ka zbrit kjo sure. Kur ka vrejt pejgamberi selam, dhe është paralajmëruar se pe i zbrit kjo sure, fa kharra sajidan, ka rënë sejdë nga frika, sepse sure shumë e madhe. Sure që këtë pejgamberet e Allahut azza wa jall kanë thirrë në këtë drejtim. Këtë pejgamberet e Allahut subhanahu wa taala kanë thirrë në këtë drejtim. Thot Allahu subhanahu wa taala në këtë sure: "Walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun." Nëse më përshkruani shok në adhurim, më shoqëroni mu me dikën tjetër, veprat e juja, punët e juja do i shkatroj. Të gjithë pejgamberët e Allahut azza wa jall e kanë pas një drejtim. E kanë pas një drejtim se gjykimi, sundimi, për ulja, sejdëja, duaja i takon vetëm Allahut xhalla shanu xhalla xhelaluhu, fa kharra sajidan, pejgamberi ran sejdë me frikë respekt ndaj Allahut subhanahu wa taala, sepse pi zbret një sure shumë e madhe. Jo sikur sure tjera që kanë zbritur, sikur që tham, pjesë, kjo sure i ka zbritur pejgamberit në Mekë për një herë. Me shumë melaçe. Me shumë melaçe. Në këtë sure janë përsëritur gjithashtu dy fjalë që nuk janë përsëritur në kaptina tjera. Huwa edhe qul. Huwa është Allahu subhanahu wa taala. Huwa, ai, Allahu fol për veten e vet. Allahu fol për veten e vet, atij takon sundimi, atij takon çështja. Allahu është ai i cili adhurohet në tokë dhe në qiell. Qul, thuaj o Muhammed, kundërshtoi tash mushrikinët se adhurimi takon vetëm Allahu xhalla xhelalu wa jalla shanuhu. Në këtë sure Allahu subhanahu wa taala tregon edhe për dialogun e Ibrahimit me popullin e vet. Ata e kundërshtonin Ibrahimin alayhis salam, sepse ju thonë të atyre, besoni vetëm Allahun një, mos i besoni këto statuja, këto puta. Nuk bëjnë dëm as dobi. Përmendet tregimi Ibrahimit alayhis salam për t'i kundërshtruar mushrikinët. Pejgamberi alayhis salam, faktikisht Allahu xhelle xhelalu këtë tregim ja ka treguar Muhamedit alayhis salam që t'ju tregoj mushrikinëve se dhe Ibrahimi, bab i pejgamberve, ka adhuru vetëm Allahun. Ka qenë hanifen, i pastër në tauhid. Ju ka drejtu vetëm Allahut subhanahu wa taala, por megjithatë ata nuk mësuan, nuk u dorëzuan. Edhe pejgamberët e tjerë i
përmend Allahu në këto sure të cilat e kanë ndjek rrugën e Ibrahimit alayhis salam. Kjo sure nuk ka dyshim, shikues vëllezër dhe motra, që ta mbush zemrën me iman, duke meditu rreth Allahut, krijimtarisë, fuqisë së tij dhe dashurisë ndaj madhnisë tij. Lusim Allahun xhalla shanu xhalla xhelaluhu që Allahu të na shtoj dashurinë ndaj tij, të na shtoj dashurinë ndaj Muhamedit alayhi salatu wasalam. Lusim Allahun subhanahu wa taala shirkun nëse e bëjmë e nuk e dim që e bëjmë, Allahu të na i fal. Ibadetet, lutjet tona, Allahu të ngrit në qiell. Lusim Allahun subhanahu wa taala që nesër Allahu të takojmë me faqe të bardhë e jo me faqe të nxim. Kjo sure, vëllezër dhe motra, sure madhështore. Këshilloj veten edhe juve, kur vendosni me lexu këtë sure, lexoni në një pjesë të natës, që të koncentroni më shumë. Të lexoni ajetet një nga një duke i meditu. E tani, inshallah taala, do të vazhdojmë duke i lexu disa nga ajetet të cilat kanë zbritur në Kur'an, ku Allahu subhanahu wa taala nëpërmes këtyre ajeteve i drejtohet Muhamedit alayhis salam që t'i kundërshtoj politeistët, mushrikinët, të cilët bënin zullum, bënin pa drejt në raport me Allahun xhelle shanu xhelle xhelalu, dhe pse Allahu është krijuesi, ai i cili ka kriju çdo gjë. Allahu është më i madhi, Allahu është sunduesi dhe kështu me radhë.